është me turim, është në mëngjes sikur i kanë ngrënë bukën, no. E pat apo se pat, ja. Se ti bësh? S'ke qa i bën. Doje burë, doje jona, rritani. E kam e ty që rri kështu, pa humor. Përshëndetit, i hapet i live-in sot, përshëndetit njerëzit. Në më hape me kego, se drejton trupin. Mirë ishe me turin varur, jepi, përshëndeti njerëzit. Jo, jam i qeshur. Ha qesh, e kam kthyer. Mirë mëngjes ju njerëz dritës. Jo, pse themi ne. Mirë mëngjes o dritë e Zotit. Mirë mëngjes o dritë e Zotit. Bravo. Futu të trajnimi jonës. Po deshe. Mirë mëngjes si të gjithëve. Erdhëm këtu. Erdhëm në lokal ku pim kafen. Edhe shikoj kamarjeri me turin varur, pa ishin djalë Flori, gjithë çdo ditë duke qeshur, vjetë marri parasin them stop, që nga larg. Futi një buzë qeshi dhe pastaj eja. Qeshi shkreti kështu ja bëri dhe erdhi këtu. Edi, në njëjta gjë. Ermira thotë mëngjes, faleminderit që pranove follow. Ermira, nuk e kam bërë me leje. Futet kush të doj këtu. Po, jam dakord që jo të gjithë e lejoj. Kur dikush kalon nivelin e logjikës, bet blok. Por që follow kanë të drejtë bëjnë gjithë shqiptarët, nga do që janë në përbot. Unë e kam isë që në orën 5, jam kënaq. Gjasme do studioja me orë të tëra, u zgjua vajza. Por që mirë, kemi bërë muffins të dyja bashkë, muffins të shëndetshëm kuptohet, me mjalt, me miell bajame. Me boronica, me arra, qa se kemi hedha aty u kënaqë në fakt, hëngri para se të ikte në kopësht. Edhe tani jemi duke konsumuar kafen me ju. Tema sot është shumë, por shumë me avancuar dhe rëndësishme. Avash e nisim shpjegimin. Si ndiheni, ja më thoni pak si jeni? Jeni skuadra, jeni tim Edi apo tim Jona? Si jeni zgjuar sot? Tim Edi apo tim Jona? Fritë se më kanë hikë të gjitha se juve për shumë ju dali vetëm komendet aty supozat. Mua më del çdo për shumë dikush bën like, dikush bën një pyetje shtesa, aty dikush futet, dikush bën follow dhe më dalin të gjitha dhe ma mbushin këtë chati dhe nuk arrit të lexoj çfarë më shkruani ju. Albulena thot, Jona, jetoj në Gjermani, kam porosit librat e tu të gjitha që ketë, dëgjoj sa shumë me kënaqësi, kam ëndër të pinë kafe me ty. Faleminderit në radhë parë për vlerësimin edhe që ke porosit librat. Kafe, do jetë ëndër që ndoshta nuk realizohet, se kohë për kafe unë s'është se kam, por që të kalojmë minuta bashkë edhe kohë bashkë do ishte perfekte të trajnimit, ose ndoshta në seminaret nga afër që do organizojmë në të ardhmen të mirëpresa aty. Tim Edi, tim Jona, pak Edi, pak Jona, Jona, Edi, Jona, Jona, më shumë Jona ka Jona. Edi, thot një vajzë, thot e Riselda Edi, po thot me dëshirë për të qenë Jona. Jona, thot, tani Jona që je live. Nga pak, tim jo Ed, jo Ed, tim jo Ed. Jo Edi, Jona, pusqeshje, është jeta kaq e bukur, pse të rrim me turin varur? Do shtiremi mo, do shtiremi. Do pusqeshim, do lumturohemi pa arsye, pse duhet arsye? Truri është një mekanizëm që e pranon shumë atë hilen që ne i bëjmë, nuk është ta që shkapet sa ta kapi. Edhe diçka që është imagjinata, merr për të vërtet. Është një nga cilësitë e trurit kjo. Pse jo? Mos ta gënjejmë, ti themi unë jam e lumtur, unë jam e bekuar, unë jam e pasur, po më ecin biznese, po më ecin çdo gjë, burri im është i lumtur. Pse jo? Fëmia im po zhvillohet për ditë, dhe pa pritur do vi dita që do e manifestosh atë realitet, edhe në dimensionin fizik. Ritmë të. Dhe pa krem duash. Se ndoshta botox në fytyrë s'do vë kur, po do përfundoj me botox në për duar. Ha mo hiq atë telefon tani ti je prezent në live.
me telefon si adoleshentët. E zoti madh, vetëm burri im është kështu. Unë e di që ke punë, po hajde nëse live është më i rëndësishëm, konsumojmë kafen e mëngjesit bashkë. Po deshe. Se unë live do vazhdoj, me apo pa ty. Ti e rri me celular në dorë. O gra, vini krem duar se do bëjmë botox duash nësa duhet. A sa bukur dy pulbarda, ja, sa pulbardat nuk u bëre. Shikoj fluturon me gruan e ti djeri me telefon. Lëre atë telefon, lëre. Marsi thot, po e lash burri nga telefoni do e lë. Zamira thot e trëmbet të shkretit. E pare punës nuk është i shkret, e dyta punës nuk trëmbet nga asgjë. Kështu që mos e qaj hallin. Se po të trembej... Nese. Pastaj nuk jam dhe kaq kuqedër, më sa duke nga ekrani, jam qik me urt kështu në afër. Shiko më të hidratuar, a? Apo... Hajde nëse shumë mirë, apo ti mba kështu duke si paru edhe atër. Shpjegoj kështu. Më pres të më thoni si jeni. Nuk shpjegoju. Ngella duke folë për ditë ju rrini aty spektator, mbas një telefoni. Flisni, më komunikoni me njëri tjetri, më shkruani, më thoni më. Si jeni? Jepi. Ju jeni shumë të mirë të dy bashkë, ju kam parë dhe ju kam takuar. Marsi, që e takuar para shumë vitesh. Riselda thot që në fiksove të shojnë duar, për s'ka gjithë. Marsi thot jemi zjarë. Rita thot të shkruajta. Si je? Jam shumë mirë. Shumë mirë, shumë e lumtur, jam shumë gati, shumë e ngarkuar, do gënjeja nëse do bëja sikur jam shumë rehat, jam shumë e ngarkuar. Kjo është një ndër javët më të ngarkuara të vitit për mua. Dhe të them të drejtën, akoma s'ka filluar puna intensive, sepse seancat fillojnë, dhe me thënë sikur më parë, në jo në akademi në është bashkuar dhe Edi, dhe kur them në është bashkuar më shumë për të menaxhuar këtë pjesën e njerëzve që rri shumë në pritje, ti bëj të ndihen pak më mirë, për të menaxhuar grupet e WhatsApp-it kur unë nuk kam mundësi, domethënë po më ndihmon jashtëzakonisht shumë, po merret vetëm me njerëzit, me studentët, edhe me stafin. Kuptohet, se unë s'mund të merrem me çdo gjë. Jam shumë e mbingarkuar, por që me bashkëshorten tim të dashur prezent, po mbet jeta me bukur dhe me lehtë. Atëhere, një zonjë ka pyetur 20 herë ku e blen miellin e bajameve. Nuk mund të përgjigjem. Qa të the markën, biznesin? Miell bajamesh, ti blije ku të duash. Zina, shumë dashuri për ty, Rozina, po unë e thera Zina, se e kam pas studente, thot që e falenderoj çdo ditë Zotin për gjitha bekimet që ka, po këtë e kam mësuar nga dashuria, nga drita Fationa. Atëhere, Mine Flowers Blooms 2, thot, unë jam për herë të parë në live-in tënd, mirë se na u bashkove. Jo, në thot, jam e lasht të Instagram-it që kur kishe 2000 follow. Wow. Sot për energjinë do flasim, sepse thot Elis, thot sill në pak nga energjia jote, do flasim për energjinë. Sot kam përgatitur diçka shumë të bukur në lidhje me energjinë. Do të thënë si funksionon energjia dhe pse ka rëndësi që ne të evolojmë. Edhe diçka se dikush të kanë në market miell bajame, do i them diçka. Unë nuk sugjeroj asnjë markë këtu pa e provuar vetë. Se ka pafund miell bajame, po çdo gjë gjen me gjithçka gjën, pafund, marka nga më të ndryshmet, lloje nga më të ndryshmet, biznese nga më të ndryshmet. Po nuk mund të sugjeroj diçka që jam duke e testuar vetë. Prandaj unë nuk flas. Kur unë jam e bindur për diçka, ja them me plot gojën, merre aty, merre këtu. S'ka lidhje. Mendoj thot që nuk do dalëm nga profili yt sepse kam shumë nevojë për njerëz pozitiv. Është vend i duhur, po do pozitivitet, vërtetësi, një jetë reale, është vend i duhur.
Atëherë jo na nuk ja përdora djalit medikamenti për parazit, pak me intuit, pak me ndihmën tënde, faleminderit shumë për kohën dhe përgjigjet tuaja. Lina është intuita e nënës gjithçka, domethënë që të përdorësh medikamente industriale shumë e lehtë te fëmia, po organet e tyre janë shumë të imët, janë shumë delikate, duhet të kemi kujdes me ato çfarë ne përdorim te fëmijët tanë. Më hipër telefonin tjetër timin të lutem. S'e ke, ha? Okej. Jo, thjesht për diçka më duhet. Mendon se më e ke? Jo, nuk e mora sepse unë isha goxha e ngarkuar. Jona, çfarë mendon për energjitë këto ditë? Do flasim tani për energjinë, por thot çfarë mendon për energjinë këto ditë, sepse lexoj vazhdimisht që jemi në një kohë evolimi, le ta quajmë, sepse ndiej shumë kputje. Po merre sepse mua më duhet edhe jo vetëm për ato që të duhet ty, po më duhet mua që të bëj një 2 blok. Edhe s'kam se të bëj se jam ndërkohë në live. Luli thot na kënaqi me atë video me vajzën, çfarë mrekulli, faleminderit shumë për gjithë dashurinë. S'kam pas mundësinë që të futem edhe të kthej komentet, po ndoshta do e gjej ditë në vazhdim ose në fundjavë. Nuk të flasim për energjinë në atë kontekstin që çfarë flitet aty jashtë, çfarë teori ka aty jashtë. Edhe pse dua ta cek pak këtë pjesë, sepse gjithmonë më shumë në rrjetet sociale shikoj që shtohen njerëz jo kompetent, të cilët flasin dhe shpërndajnë frikë te njerëzit, te popullata, shpërndajnë frikë të vazhdueshme për mënyrën se si do evolojë njerëzimi, frikë të vazhdueshme për mënyrën se si energjia po ndryshon, valët e energjisë në planet. Unë nuk dua të ndalem shumë aty, sepse kjo është temë që ka të bëjë më shumë me aspektin metafizik, multidimensional, përtej realitetit që ne perceptojmë, kështu që ta shpjegoj do duhet shumë përgatitje juaja. Por dua të flas për gjërat shumë bazike që i kupton dhe një fëmijë. Patjetër që planeti ka qenë në evolim të vazhdueshëm, qenia njerëzore ka qenë në evolim të vazhdueshëm dhe jemi në evolim të vazhdueshëm, sepse lidh me temën që ka përgatitur sot për ju, energjia ose bllokohet ose qarkullon. Dy janë mënyrat se si energjia funksionon, është ose e ngjecur e bllokuar ose qarkullon, evolon, vazhdon, ndryshon. Energjia e ngjecur është një energji e bllokuar, e cila lidhet më shumë me kufizimet, ndërsa energjia që evolon, që ndryshon, është një energji në rrjedhje gjithmonë, në qarkullim, e cila lidhet me përmirësimin, me evolimin, me transformimin. Në lidhje me njerëzit jo kompetent, njerëzit të cilët nuk e kanë përjetuar rizgjimin shpirtëror, personat të cilët edhe nëse e kanë përjetuar rizgjimin shpirtëror, janë tërhequr nga kjo ideja të qenit dikush, të qenit një mentor, të udhëhequrit njerëzit në një fushë të panjohur më parë, rëndësia që ju jepet atyre nga popullata masive ju pëlqen vëmendja, ndonjëherë kanë dhe thirrje të brendshme për të qenë mentor, sepse ndoshta e kanë një pjesë të misionit, nuk po them, por mënyra se si e bëjnë është shumë e gabuar, është pa integritet, është pa dinjitet dhe mbi të gjitha mungon esenca. Mungon eksperienca jetësore. Nëse ti si mentor nuk e ke kaluar vetë, atëherë nuk e ke të drejtën të dalësh aty jashtë në rrjetet sociale, sepse ke një celular në dorë dhe të mbjellësh frikë te njerëzit, sepse ky është një nga ligjet, ky është një nga rregullat dhe marrëveshjet që personat të cilët marrin përsipër të bëjnë mentorim në dimensionet më të larta kanë rënë dakord. Ne këtu sjellim dritë dhe vetëm dritë dhe asnjë gjë që nuk korrespondon me dritën. Frika nuk korrespondon me dritën. Sa më pak informacione të marrësh në periudhë të tillë, aq më mirë do ishte,
Të vetmet informacione që do doje të merrje dhe sugjeroje të merrje nga brendësia jote, nga zemra, të futesh në brendësinë tënde, të bisedosh me veten, të shkruash ndjesitë dhe mendimet e tua, të punosh me plagët e fëmijërisë, ndoshta të bësh dhe meditime nëse ndjen ta bësh. Por bazohu te informacionet që merr ti nga brendësia jote dhe jo çfarë thuhet aty jashtë. Mentorët nuk kanë fund dhe prit ku do shtohen akoma. Dhe rrallë janë ata që vërtet marrin 5 vite kohë që të bëjnë shkollë, të shkollohen, të diplomohen, të paktën 5 vite. So nuk i numëroj dot vitet, unë vazhdoj akoma studioj, vazhdoj akoma. Edhe rrallë janë ata që shkollohen, janë profesionistë, po mbi të gjitha rrallë janë ata që marrin kohë që të punojnë me bllokimet e tyre, sepse shumica e mentorëve ecin me këtë idenë që unë jam mentor tani, ose unë jam udhëheqës tani, ose terapist, ose psikolog, dhe unë jam në rregull tani, u bëra ky që jam. Po që ti jesh ai që je dhe të ulesh në një koltuk të tillë që ti përcjell informacion te njerëzit, te një komunitet i gjerë, do duhet të përmirësohesh vazhdimisht dhe mbi të gjitha do duhet ta pastrosh veten tënde vazhdimisht. Sepse ti nuk je perëndi, unë nuk jam perëndi, jam një njeri thjesht që e kam pjesë të misionit tim që të shpërndaj eksperiencën time. Po, por eksperiencën time, nëse unë nuk kam eksperiencë, bie të kopjoj nga aty jashtë, faqet që shkruajnë anglisht, njerëzit e tjerë, i bie që unë të kopjoj dhe mos ta kem lejuar atë zërin tim autentik, atë esencën time të vërtet që të më udhëheqë në misionin tim. Prandaj unë do sugjeroja që të bazoheni te ndjesitë tuaja, nuk ka asgjë për të pasur frikë. Edhe nëse energjia në planetet këtë periudhë është një energji që ne na detyron të evolojmë, si vjen evolimi do shpjegojmë tani duke lëshuar të vjetrën. Lësho frikën, lësho pasigurinë, puno me traumat, puno me bllokimet e tua emocionale. Sepse njerëzit që do nxjerrin teorinë pafund dhe pjesa më e bukur është që se ju jeni shumë të lezetshëm, ju më dërgoni her pas here në inbox kështu video që del ndonjë pseudomentore dhe thot në një gjë pa kuptim dhe o ju na, shiko çfarë tha kjo, çfarë të besojmë ne tani. Mua thjesht më vjen për të qeshur, po s'mund të flas për një të tretë kur nuk është aty prezent, se nuk e kam bërë kurrë dhe nuk dua ta bëj. Të paktën jo me ju që më ndiqni në Instagram. Edhe mua vjen për të qeshur kur i shikoj broçkullat që thuhen poshtë e lart. Ju e kuptoni një njeri kur është komplet jashtë fijes së logjikës. Sepse shumë përjetime spirituale, shumë, mbi 80% atyre që kanë përjetuar, unë nuk i flas as në trajnim në asnjë vend, sepse unë duhet të pyes veten, personat që u kanë përballë, njerëzit, audienca që unë kanë përballë, janë gati apo jo? Është vetdia e tyre gati që e mirëpret këtë informacion që unë do jap, apo unë do i shkunte, do i trem? Sepse është tjetër gjë që unë do them të vërtetat, të cilat i takojnë më shumë këtij realiteti në tokë. Patjetër, unë do të them të vërtetën tënde që je duke e braktisur veten, që je duke gënjur veten, që je duke marrë rolin e viktimës për shumë gjatë, që ato kokrat e depresionit e për ankthi për çaj merr ti nuk do të çojnë askund. Këto janë të vërteta toksore, le t'i quajmë. Po të japësh të vërteta hynore për te këtij dimensioni, prit se s'mund të japësh dikujt që po vuan nga ankthi. Nuk mund të japësh dikujt që ende s'ka arritur të hynë në meditimin e parë. Nuk mund të dalësh ti nëpër televizion e të shpërndash panik. Prandaj këta njerëz nuk kanë integritet dhe dinjitet. Prandaj mos merrni informacione nga çdo burim, informacione nga çdo njeri. Është një lloj se të dali pse di se kush. Do thëja gjyshja ime, pse kam asnjë nga gjyshet gjallë, po të dali dikush, mendon të paktën gjyshet, brezi gjysheve kanë pas më shumë maturi do quaj, se sa këto në ditët e sotme, po të dali dikush më jep truria një që rri aty ka një telefon, thotë dëgjoj, unë pash këtë gjë dje, unë mendoj këtë gjë, unë përjetova këtë, më të shpërndaj frikë. Jo, mos i merr këto informacione. Kthej mbrapa. Mundo ta mbrosh energjinë tënde, qetësinë tënde. Tani, dy format se si energjia operon dhe funksionon janë këto format që më shpjegova. E para është bllokimi, ngecja. Dhe e dyta është rrjedhshmëria, që lidhet me ndryshimin. Unë do doja që ti të mbajësh shënime nëse ke mundësi të ndash në dy kolona. Forma e parë e energjisë është ngecja dhe forma e dytë është ndryshimi. Ngecja funksionon në një cikël, që është i njëjti cikël, sa ndryshimi rrjedh, nuk ka qark të mbyllur, është çdo gjë e hapur. Ngecjen le ta quajmë ndryshe, bllokimi në modelin aktual,
Pra ti e bllokon veten tënde në një model aktual që nuk evolon mendërisht, nuk evolon shpirtërisht, emocionalisht, jo, nuk ndryshon zakonet. Ndërsa ndryshimi, rrjedhshmëria ka të bëjë kur ti me atë gjendjen kur ti i thua vetes unë do e provoj. Mjaft më, u lodha, unë do hapem ndaj jetës, do provoj diçka të re. Mënyra e parë se si energjia funksionon, tendencia e bllokimi, ka një kufi, një limit. Pra ti i thua vetes që çdo gjë është e limituar. Ky është realiteti im, faleminderit. Këto janë rrethanat e mia. Jam sëmur, kam fëmijën keq, jam zënë me personin që kam në krah, nuk kam para në bank, nuk ecën biznesi, po, unë bazohem të rrethanat, sepse unë me shumë njerëz që i kam të afërm, shumë kur i diskutoj këtë pjesë më thonë, po jo, moraliteti ky është, unë nuk do gënjej veten time. Nuk e kuptojnë që po, do gënjej veten tonë. Patjetër, kështu nis ndryshimi. Dhe ajo energjia e ngecur, këta persona shikojnë çdo gjë me korniza, me limite, me kufi. E shikojnë veten të bllokuar aty brenda. Ndërsa energjia që rrjedh është infinit. Njerëzit të cilët besojnë në energjinë që rrjedh, i shikojnë opsione, mundësi të pafundme, pa limit, infinit çdo gjë, pafundësi. Termi i dur në gjuhën shqipe, pafundësi. Okej. E more ta bëj atë? Ta përdor vetëm 1 minutë dhe ta jap. Unë ja se do vazhdoj me shpjegimin vetëm 1 moment. Sepse është pikon energjia në vendin e gabuar, kur le të ndjekim njerëz që e më duhet të celularit se më atë i bëra foto se të mbaja mendur kështu. Se të mbaja mendur në njerëzit që kanë probleme me veten. Se nisa të thoja budallëjt, po. E ktheva mbrapa, shqyr se thash. Mbaja mendur kështu. Nga stafi tani gjithë të punoni. Tani gjithë stafin të punoj që janë live. I bëra blok. Ndoj që jemi okej. Urdhëro, faleminderit shumë. Edhe këtë, faleminderit shumë. Ç'ne të rrit energjia, humori e kështu gjërash? Ç'ne i bës qeshur tani? Nga diçka. Nga ushqim, më thash se kishe nga unë. Jo më vlla, i botës të vlerëson, i ti s'ka. I botës. Vazhdojmë, jemi okej deri këtu me shpjegimin. Jemi mirë, jemi shumë mirë. Kjo javë do shkoj perfekt. Kam shtyr edhe datën e trajnimit të ankthit dhe ishte pa mundur ta përballoja brenda një jave me seanca e pa imagjinueshme, pa konceptueshme. Unë vërtet jam e pandalshme, po jam akoma super njeri, kështu që e shtyva në datë 12. Më duhet pak më shumë kohë të bëj seanca, janë shumë persona, as dua t'i bëj me nxitim seanca, ose sforcoj veten të përjetoj burnout, jo. No way. Tani e lam te pjesa e finit infinit, limite pa limite. Kufi pa fundësi, pra të dyja këto mënyrat e funksionimit të energjisë. Është ai remixi që vendosën te videot që bëj. Me lampa shpjeguar. Kam hasë të dëgjoj shumë muzika, dëgjoj shumë. Thua? Do bëjmë një shpjegim. Kalojmë te gjërat pak më të avancuara. Unë e kam shpjeguar që në fillimet e hershme të shpjegimeve që unë kam bërë në Instagram për sa i përket neuroshkencës, sistemit nervor, riprogramimit të trurit, që ekzistojnë dy mënyra se si truri ynë operon. Është mënyra automatike autopilot dhe është mënyra e drejtë për drejtë ku aktivizohet dhe përfshihet lobi frontal. Lobi frontal është pjesa përgjegjëse
kur ne jemi të fokusuar dhe prezent 100% në zgjedhjet që ne bëjmë. Kështu që gjithë lokali bosh më ulëm këtu. Jo, nuk e vazhdoj vetë shpjegimin, në mbush shpejt me gra. Mbush me gra lokal, që tavolina ngjitur, gjithë tavolinat bosh ulëm këtu këto gra. Po nuk e bëj dot më burrë dhe se do fillojnë këto do flasin. Hajde lëvizim, ikim jashtë. Ikim ande jashtë, mos ka ndonjë vend të tillë. Fillon këto do diskutojnë gjellën, çfarë do gatuajnë, kështu gatuajnë gjellën, atë gjëra pazarit. Po nuk shpjegoj do tu me preshin në sfondë, me qepën në sfondë burr. Çka ke thot? Pezo. E di un punën time apo e di ti? Na falni vetëm 1 minutë, se na duhet lëvizim se. U mbush me gra. Jashtë ka vende të lira? Ha. Sa të ndroj tavolinën. Vazhdojmë shpjegimin. Ndjes për shkëputje. Po ishte gjithë lokali bosh, edhe ishin 4 plaka që donin të uleshin gjitur me ne. Edhe muhabetin në plakave dim në qa gatove, qa gjoj gatimet në sfond edhe të flas këtu për energjinë dhe për trurin dhe sistemin nervor. Edhe kaq edhe është goxha sforcim, se s'ka mundësi në shtëpi ta bëje qetë se bën punime me fyll beton, komshi. Ding ding ding. Kështu që i lëm justifikimet në këto kushte, do veprojmë. Jemi okay? Më dërgoni një okay? Jo te komentet se i kam mbyll, po aty një zemër, një gjë, një reagim, diçka. Jemi gati, vazhdojmë. Vazhdojmë shpjegimin aty ku e lam. Perfekt. Ata që e humbën, do të thënë që ikën nga live-i së mërzitën, ata e humbën shpjegimin. Çfarë do humbasim më për të gjithë jam unë këtu. Do e ruajmë vonë, fillojmë. Mënyra automatike, robotike, autopilote, funksionimit të trurit lidhet më shumë me këtë pjesën e bllokimit të energjisë. Pra ai qarku i mbyllur, ai cikli i mbyllur, që ti ndihesh e sigurt, je në shtëpinë tënde, është një lloj si gjithë ditën të jesh në shtëpi, imagjino shtëpia jote ka 6 dhoma, edhe ti shkon nga një dhomë te tjetra në tualet në kuzhinë përveç një dhome. Aty s'ke hyrë ndonjëherë, pra ti je në një qark të mbyllur. Një ditë të bukur ti thon 1 sekond, po sikur të hap derën të shkoj dhe te ajo dhoma tjetër. Pra ti çfarë? Qarkullon energjia dhe del nga ai cikël, nga ai qark, bën diçka ndryshe. Pra kjo është mënyra e dytë ku ti je i vetëdijshëm për vendimet që ti merr. Pra merr vendimin që të hysh te dhoma tjetër dhe të evoluosh në mënyrë figurative. Por imagjino në jetë gjitha aspektet e jetës dhe mundësitë që të ofron jeta, ti zgjedh nuk do bëj vetëm këto gjëra që tash më kam bërë, po do i them po dhe gjërave të reja, që nuk i kam bërë ndonjëherë, pra do marr guximin të sikletosem, të shiko. Gjëja kryesore që njerëzit nuk kuptojnë është që kur unë them puno me veten, mendojnë se do jetë lehtë, ose kur unë them te i kalo frikrat e tua dhe pas siguritë e tua mendojnë që do shkojnë aty, do flasin në publik, ndoshta nëse e kanë frikë dhe pengesë të gjë dhe bllokim, ose ndoshta do i thonë jo dikujt dhe mendojnë që do të ndihen rehat kur ta bëjnë. Absolutisht që jo. Ti do ndihesh shumë në stres dhe në siklet kur ti thua jo dikujt, kur ti del nga zona e rehatis. Kush tha që do jetë lehtë? Por pikërisht këto ndjesitë e vështirësisë të sikletit që ti përjeton, këto të rrisin si njeri. Këto e bëjnë energjinë e bllokuar të ngecur të qarkulloj dhe të vijoj dhe të vazhdoj mëtej. Okej, jemi okej deri këtu. Mënyra automatike, çfarë na detyron tjetër të bëjmë, na detyron që të mendojmë shpejt, të japim zgjidhje situatës shpejt që të mbijetojmë. Ndërsa mënyra e vetëdijshme kur energjia rrjedh, na thot merr kohën që të duhet, dëgjoj sinjalet e trupit, lidhu me intuitën dhe merr vendimin tënd me ndjesi. Pra, jo mbijetesë, po krijim. Pra unë po i lidh këtë në aspektin e energjisë, të emocioneve dhe reagimeve emocionale, të trurit e sistemit nervor, që ti ta kuptosh me qartë që energjia nuk ka se si të funksionojë ndryshe në gjithë universin vetëm në 2 forma, o e ngecur, o qarkullon funksionon. Dhe ti, do apo nuk do, ose ke ngel te mënyra e parë, je bllokuar totalisht, ose vazhdon, evolon me jetën. Dhe studimet shkencore që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen në lidhje me evolimin dhe zhvillimin e trurit, qelizave nervore dhe lidhjeve neurologjike në sistemin tonë nervor dhe në tru, kanë vënë që vetmja mënyrë që truri të qëndrojë të rinohet, të jetë më i ri për moshën që ti ke, të jetë më i gjallë, të jetë më i zhvilluar, mos të jetë i të kurrur, po të jetë truri i plot në masë. E vetmja mënyrë, di cila është? Që ti të bësh gjëra të reja. E vetmja mënyrë që ti të zhvillosh veten dhe të evoluosh.
Unë do doja shumë që këto broçkullat i thoja unë, se u çova një ditë mora një cappuccino dhe të dal në Instagram si shumica që kanë guxim dhe e bëj. Ja që janë profesioniste në këtë fushë dhe këto i konfirmon shkenca. Dhe unë i kam vërtetuar në kurrizin tim 5-6 vite që punoj me veten. Dhe me shumë njerëz të tjerë dhe me mira shqiptar. E vetmja mënyrë të evolosh është të lëvizësh ti tani, të marrësh vendimet e tua, të bësh gjërat ndryshe. Mjafton që i bën gjërat ndryshe, mos prit menjëherë që do vi ndryshimi. Absolutisht. Do kohën e vet, do që ti të përsëritësh. Por unë dua që sot ti të jesh i vetëdijshëm që ke vetëm 2 opsione në jetë, o do rish aty ku je në energjinë e ngecur, ose do kalosh në atë pjesën tjetër të energjisë universale ku nuk ka limite, ku qarkullon çdo gjë natyrshëm. Tani dua të marrësh pak kohë. Unë nuk do flas. Reflekto pak me veten dhe bëja pyetjen vetes, ku dua të jem unë? Vetëm diskutoje pak me veten. Jam e sigurt që e ke marrë përgjigjen. Vazhdojmë në shpjegimin. Se për shumë gjatë ne na është dashur që të qëndrojmë në këtë mekanizmin e mbijetesës ku energjia është e ngecur, është një qark i mbyllur, është një zonë e rehatisë, është një zonë e sigurt për ne. Sepse përmenda ka qenë një mekanizëm që ne na ka siguruar për miliona dhe miliona vite që ne të mbijetojmë specie. Të mbijetojmë, të riprodhohemi, mos të na hajë ariu të pylli, edhe të kemi mundësinë që të evolojmë dhe të jemi këtu ku jemi sot. Por energjia në planet ka ndryshuar. Plani që Zoti ka për ne njerëzit ka ndryshuar. Do duhet të evolojmë, duam apo nuk duam unë edhe ti. Dua apo nuk dua unë, do duhet të evoloj. Do duhet të bëj aktivitet fizik, do duhet të ushqem shëndetshëm, do duhet të lexoj libra dhe të bëj trajnime jashtë ekspertizës time dhe fushës time profesionale. Do duhet të hap mendje dhe të zgjerohem. Dua apo nuk dua unë, sepse kjo është jeta, kjo është e vetmja mënyrë që ne kemi për të evoluar dhe për të përmirësuar. Pra ky mekanizëm mbijetese ne na ka mbajtur gjallë, por në ditët e sotme çfarë ka rëndësi për ty? Thjesht të jesh gjallë? Jo. Sepse ka ndryshuar kohët, ka ndryshuar jeta. Për ty ka rëndësi të jesh e përmbushur, të arrish nevojat e tua jo vetëm fiziologjike dhe bazike, të arrish edhe nevojat e tua për të zhvilluar veten, për të formuar profesionalisht, për të rritur në karrierë, për të ecë biznesi yt, për të mësuar gjuhë të huaja, për të vizituar botën. Nuk është koha e gjyshërve tanë që e kanë kaluar gjithë jetën te e njëjta shtëpi, çoheshin 5 të mëngjesit, bënin kafen, bënin ato ushqimet e stinës, i kultivonin vetë. Mbajnë gjyshërit, panin ato qep, patate, hudhra, aty i kishin për gjithë dimrin, hanin gjellën me qep me patate në dimër, edhe vinte behari, mbillnin prap, hiku jeta, ikën nga kjo jetë. Hajtë pak në vizituan 2-3 vende në Greqi të shkretët, po. Ne nuk jemi në atë fazë. Ne duam të udhtojmë, duam të shikojmë botën me sy. Ne na ofrojnë mundësi të pafundme dhe nëse ne kemi atë thirrjen e brendshme për ta bërë diçka, patjetër që do ta bëjmë. Sepse edhe gjyshrit tanë po ta kishin thirrjen do e bënin, por ja që ata nuk i kishin këto kode drite në ADN-n e tyre. Ata nuk e kishin të shkruajtur nga universi që në këtë jetë, në atë realitet fizik, në atë trup fizik, për atë shpirt do duhet të zgjohej. Nuk ishte e thënë, për ty është e thënë, për mua është e thënë. Pra energjiat e ne nuk do ngecet më, duhet të evoloj, duhet të qarkulloj. Jemi okay deri këtu? Dua të ndaj edhe një studim shkencor, dua të ndaj edhe me ty zotërit më dëgjosh tani. Mos më dërgo mua puthje në ajër se ka njerëz, mos më bëj mua me turp, namuz. Është bërë një studim shkencor që lidhet me qelizat nervore, se si ti mbajmë në mënyrë më optimale. Dhe kur them në mënyrë më optimale, që truri të jetë në moshë më i ri. Çfarë do të thotë? Që mos të vuash nga harresa, mos të vuash nga kushtëzime të ndryshme që të bëjnë të harrosh ku kelen gjërat, të cilat agravojnë më tej derisa ti harron fëmijën tënd, harron emrin tënd, harron kush je, shumë gjëra të tjera.
Dhe ky studim shkencor kishte për qëllim që në një aktivitet të vogël të përditshëm, ku çdo njeri e kishte aksesin për ta bërë. Pra jo gjëra për shembull të bësh 1 orë palestër në ditë, jo të gjithë e kanë aksesin, sepse dikush mund të jetë në fshat ose dikush nuk ka para të shkojë ose nuk ka kohë. Por në një hapësirë kohore 5 deri në 15 minuta, nëse ti e bie çdo ditë këtë gjë, mbas 6 muajsh pasi e bëje këtë gjë çdo ditë, do arrije që në trurin tënd të kishe, domethënë qelizat e tua nervore të kishin një gjendje prej 6 muaj më të reja në moshë. Po, wow. Edhe cili ishte ky aktivitet? Ja, kurios. Prit, jo, ti do e gjesh, je kurioz. Do e gjesh ti dhe këta që janë live këtu, të gjithë ju do e gjeni. Cili ishte ky aktivitet? Mi jep ide. Çfarë ishte ky aktivitet që u vure te ky studim shkencor? Të mëson gjëra të reja, do Okej, edhe kjo gjë e re mund të jetë, por nuk ka të bëjë me të mësimin e gjërave të reja, se sa një praktikë e thjeshtë e përditshme. Një praktikë shumë e thjeshtë e përditshme. Që nëse ti e bën 6 muaj këtë gjë 5 deri në 15 minuta, truri yt është 6 muaj më i ri. Të lexosh disa faqe libër, qëndron, Benisa thot ecja, po çfarë ecje? Ecje thot dhe dikush tjetër, ecja po çfarë lloj ecje? Është një lloj ecje specifike, patjetër që ka të bëjë me lëvizjen e trupit. Sigurisht se dikush thot meditimi. Meditimi absolutisht që krijon rrugë të reja neurologjike, por meditimi fatkesisht e di që ndikon edhe në muskulaturë, nëse ti vizualizon sikur lëviz dorën, ndikon deri në 35% të ata muskuj që ti vizualizon sikur i lëviz. Kjo është temë tjetër, por 100% e vetmja gjë është vërtet të lëvizësh. Po cila ecje? Jo ecja e shpejt, nuk ka. Ju afrua dikush që tha hapa të shpejt. Jo hapa të shpejt, diçka ndryshe. Asnjë, unë nuk dua ta gjeni ju. Ha më dilni nga korniza, jepi ide kot, jepi ide më zemër. Jo, nuk ka të bëjë me hapat e qetë, vazhdo, tjetër. Kërcimi, po i afrojeni shumë, jo. Tjetër. Hedhja tha dhe Emanuela në të njëjtë kohë me ty, tjetër. Të cilët, ja do jap një ndim të gjithëve, do jap një ndim në ditët e sotme, në mënyrë të pavetdijshme ne e shmangim ata aktivitet. E shmangim. Por në të vërtet, kemi mundësinë që kur futemi në një ndërtesë të zgjedhim ta bëjmë. Tani shkallët, ngjitja në shkallë. Ngjitja në shkallë. Ngjitja në shkallë. Të gjitha këto që ju keni përmend këtu me yoga, me çdo gjë, me hedhje, me kërcim, të gjitha ndikojnë absolutisht. Por u vure që te ky kërkim shkencor e vetmja gjë e cila ta sillte fokusin 100% në atë gjë që ti bëje aty, edhe ndikonte në rrugët neurologjike pozitivisht, që të shtoheshin më shumë rrugë të reja ose të mirëmbaheshin ato ekzistuese, sidomos të mirëmbajtja, ishin shkallët, ngjitja e shkallëve deri në 15-20 minuta në ditë. Mbas 6 muajsh, truri i personave të cilët e bën këtë gjë rregullisht ishte 6 muaj më i ri. Wow, po dikush, wow, u habitën. Po, filloni merrni shkallët. Ne këtë shtëpia nuk përdorim ashensor. Ne njërit e ca që jemi të kjo shtëpi vetëm shkallë për ditë shkallë. Prandaj më kaq i zgjuar unë. Si thua Eduard? Se më doli ai limiti i Instagramit, ma bllokoi live-in. Atë limiti kote vonë, se kam vënë limit gjasme, një orar i caktuar do rish në Instagram, unë gjithmonë e kaloj. E bëj skip. Tani s'kemi sa bëjmë, kemi kreativitet. O habitë të gjithë, wow. Të gjithë, wow. Dikuj të dhëmë një gjunjë. Jo, shpresa thot dikujt i dhëmbi ngjunjit, supozon. Shpresa sikur i dhëmbi do lodh trutun tani se supozon shpresa. Po ti dhëmbi kësaj do t'ia përgjigjen, do të lodhe mund tani jo. Nuk e dhëmë gjë punë madhe. E di thot vetë i dhëmbi të tjerë punë madhe, o shpresa po. Po të dhëmbin ty hajt më. Sa lajmi mirë, kam shtëpinë kati 5 pa ashensor, po ti e ke trurin. Pare sa herë do shaj shkelit, e në gjithë të sa shkelit. Do më shajnë mua, çdo shkallë që do ngjisin do më shajnë mua. Shajnë ato, shkallët. Mua do më shajnë, se unë do a jap iden, unë ju thash. Do thëmë pra ato që i... Më shajnë, më po...
Atëherë Luli thot, ngjitja e shkallëve për grekët në Santorini ishte edhe një nga faktorët e jetëgjatësisë, është bërë dhe aty një kërkim, edhe më thënë e kam të njohur këtë çështje, edhe këtë studim shkencor që është bërë, por ndikojnë shumë faktorë të tjerë, prandaj nuk mund ta marr si referencë të sigurt 100%, sepse kishte shumë faktorë të tjerë që ndikonin edhe që nga cilësia e ajrit, që nga ekspozimi në një horizont më të gjerë që kishin në trupi ujor që ishte deti, e shumë faktorë të tjerë dhe të ushqimi, kështu që ky studim është bërë vetëm me shkallët, vetëm me shkallët, dy grupe, ata që nuk i ngjitën shkallët, ata që i ngjitën shkallët. Edhe ishte edhe super studim efektiv në fakt. U kënaqem sot me shpjegimin. Ti përfundimisht si e normale, po tani e merrni vesh. Ekosistemi ujor, faleminderit për termin shumë të bukur që të duhet ta përdorja dhe unë që jam me shkollë, siç thon njerëzit e thjesht, jam tash trup ujor. Se ekosistemi tani ka shumë gjëra të tjera. Themi një trup ujor aty biem shkurt. Mos mërzitni ju tani. Punë e madhe. Jeni të vetëdijshëm çfarë shpjeguam sot? Sa e rëndësishme është televizin, jo vetëm ngjisim shkallët, por ta lëmë energjinë të qarkullojë çdo ditë nga një hap të vogël, nga një veprim të ri, nga një aktivitet të ri, nga një gjë ndryshe. Bëj gjërat ndryshe. Ajo ta siguron zhvillimin. Kam probleme me dhimbje të nyjeve. Të gjithë ju që keni probleme me kyçet, me nyjet, me kockat, shtoni gradualisht, zemër po më lëviz tavolinë. Shtoni gradualisht me një profesor me një trajner të mirëfillt, profesional dhe thoja, stërvitje me pesha 3 deri në 5 herë në javë. Kjo është e vetmja mënyrë që të shpëtosh nga nyjet, nga kyçet, nga kockat. Stërvitja me pesha. Edhe kjo ka të bëjë me kërkimet shkencore që kanë vite që janë bërë. Kështu që stërvitu me pesha 3 deri në 5 herë në javë. Luli thotë edhe pse jam 62 vjeç, kur vjen pas ditë kam momentet e relaksit, po muzikë dhe 10 minuta kërcime. Po ti je dritë. Ti më komenton në YouTube, më komenton nga të gjitha anët, jam kaq mirënjohëse që ti e këtu me energjinë tënde të bukur, shumë mirënjohëse. Skënderi thotë ke Kosovën brava në çdo aspekt. Nuk shiko, Skënderi, rat parë të përshëndes. Jo, nuk dua ta mendoj në këtë mënyrë, sepse unë prandaj dal këtu dhe flas. Ka shumë njerëz që dalin nga live sepse i bezdis një fjalë që them. Do ju rastis prap nesër unë. Ndoshta nesër qëndroj dhe më dëgjojnë, ndoshta pas nesër thon po që e ka mirë kjo, po sikur të provojmë një herë. Kështu vjen ndryshimi, nuk vjen me një herë. Patjetër që ne jemi mbrapa sepse me të shkuarin që ne kemi kaluar nuk është se është sheku i mbrapa e shkuara, është vite mbrapa. Lufta në Kosovë sa vite ka që ka kaluar, janë akoma kujtime të gjalla, janë akoma emocione të gjalla, janë njerëz që akoma se kanë bërë punën me veten, aq më tepër edhe në Shqipëri. Kështu që jemi vend edhe popull që jemi rritur me shumë trauma dhe kemi qenë të ekspozuar në shumë gjendje dhe situata që nuk ka pas një amortizim nga ana e prindërve që të na mbronin. Prindërit madje na ekspozonin të pavetëdijshëm totalisht. Do të thonë, mbajmë një herë 9 vjeç më kanë çuar në një varrim e më thonin puthe ku fomën të vdekurin në ball. Trauma 9 vjeç, pse një 9 vjeçar të puth të vdekurin? Në tani që e kujtoj them ku ishin prindrit, pse më lanë, çfarë ishin këto budalliqe. Me thënë jemi rrit në një mënyrë shumë patjetër që duhet të punojmë me veten, e di që duket sikur jemi mbrapa dhe jemi mbrapa në shumë aspekte, por po zgjohemi. Po zgjohemi se unë prandaj jam këtu. Prandaj janë shumë të tjerë si unë që bëjmë punën me shumë dinjitet dhe integritet. Për këtë arsye. Po jema nuk është nevoja të përsëris, se dikush thotë kam vetëm me 2 kate, mjaftojnë 2 kate, ti bësh 2-3 herë në ditë që zbret, futesh në shtëpi në rregull, nuk e pse zbret vazhdimisht. Ti po do bëje, se s'ka problem. Po patjetër, thotë dikush a mundemi të stërvitemi në shtëpi, unë trupi që bëra kur isha në Vjenë nga shtëpia e bëra, unë stërvitje në grupet e fitnessit me vajzat nga shtëpia i bëra. Ke në YouTube Fatjona Cici, futu të playlistat e listat e videove, jo të gjitha videot, po të playlist, bëj subscribe, në fillim aktivizoj njoftimet dhe kërko aktivitet fizik dhe aty ka shumë video nga të mijat që mund të stërvitesh me to, sepse unë jam trajnere fitnessi e certifikuar në Angli, kështu që para shumë vitesh kam ofruar dhe klasa fitnessi.
Shumë njerëz po më thonë a kënaqet dje me video me vajzën. Faleminderit shumë. Je shumë e mirë, thot, kam ndryshuar komplet sjelljen time, thot, duke të ndjekur live dhe në YouTube. Më vjen mirë. Atëherë me cervikalen, do me thënë do sugjeroja që të kishe një trajner të midfield, po trajnerët në Shqipëri, shiko, o zemër, ma bën një ndër të lutem, se s'është problem. Do ju ilustrojmë pak në live se si të punoj pak me pjesën e cervikales që më kishte kapur dhe mua që ma bëre ti në palestër. Vetëm bërthej atë zëgjirin se ke bluzë me njolla, apo punë e madhe dhe më të pak, hajde. Varja më hajde. Shikoni ju ka shtrydh sheg që në mëngjes dhe ish bërë me pika. Tani shiko pak për personin që do të pjesa cervikale, po për të gjithë ju që e ndjenin ndonjëherë të kontraktuar të qapa. Sepse unë pyeta një trajner aty në palestër për të parë më shumë ai nuk dinte. Tani gjëja e parë, hapi parë është që do qëndroni ulur dhe duar do i lëshosh komplet anash trupit të lira, komplet të lirshme. Dhe personi zgjidh dikën në familje ose dikë që kujdes mos thyen qafën, dikë që ka e mat forcën e tij. Me një rëndor personi që do rrim brapa teje, ilustroj zemër. Me atë pjesë të dorës, jo kshu, do të gradualisht. Ai s'e më kputë mjaft, s'e më vën. Tani ule supin tim ti, jo ule qëndro dhe pak. Do rish 15 sekonda apo e durove dot. Ma ule pak supin. Aty. Merr frym rregullisht me hun. Relaksoj gjithë trupin dhe tani lëshoj ngadal. Faleminderit. E njëjta gjë nga krau tjetër. Aty. Rregullojmë frymarrje, marrë frymë unë rregullisht. Mjafton se më dhem shumë këtu. Dhe mos ta lëshoj kaq fort siç faleminderit zemër, siç e lëshoj Edi, jo kaq fort, pak më njëherë. E lëshoj ngadal. Duhet ta ndjejnë ta katë tendosjen dhe pasi ta bëj personi tjetër këtu do marrësh duar, do i bësh kështu mbas koke këtu dhe do ta ulësh ngadal kokën deri aty ku e ndjen dhimbjen te pjesa cervikale. Dhe do qëndrosh. Po, thot dikush dhe i mshoj që këto bë nga cervikalja dhe është super. Po, shiko është normale sepse ne të shpatullat ja e ngacmova unë tani këtu për mirisht, e kuptoj, po dua të bëj ca lëvizje dhe ca rrotullime të qafës që të më lëshoj, sepse ne të shpatullat mbajmë shumë peshë, i kemi muskujt kontraktuar, energjia nuk qarkullon, gjaku nuk qarkullon normalisht siç duhet, ndonjëherë ke marrje mendsh, ndonjëherë ke siklet dhe dhimbje dhe ky ushtrim, ky lloj stretching që më bëri Edi na ilustroi këtu. Live, ky është shumë efektiv dhe shumë i rëndësishëm. Ja dhe disa të tjerë, po që nuk bën dot në këto kushte lokali, sepse duhet t'ju tregoj gjithë trupin se si ulesh, se si të ndihmojnë. Po ky është baza shumë i mirë. Po, por unë të sugjeroja që ta bësh një masazh. Ta bësh një masazh të shpatullat, ta bësh dhe një të nofullat. Se edhe unë kisha shumë marrje mendsh, se shumë thonë ke nga ankthi, nuk ka të bëj vetëm me ankthi. Jemi okay, u kënaqëm? Kam rritur besimin çdo ditë më shumë te vetja dhe shihemi bashkë në shkurt, o dallandyshim, të mirë pres, thot për grupin e shkurtit. Vetëm se fol me stafin edhe bëj atë ditur, jepi emrin dhe emailin tënd, s'është nevoja ta bësh tani pagesën, por jepi emrin dhe emailin që ta kemi të qartë në sa persona arrin që ne të kontaktojmë ty para se të pranojmë regjistrimet e reja, sepse trajnimi për te limiteve është gjithmonë full, si trajnim edhe ka persona që presin me muaj, kështu që fol me stafin që të jemi dhe ne korrekt me ty deri në fund. Adat herë zhurma në vesh, dhimbja e qafës, patjetër që ka lidhje më shumë me bllokimin e energjisë do e quaja unë, por unë them që duke qenë dhe profesioniste në fushën e mjekësisë në fakt, edhe është patjetër këshilla më e duhur që mund t'i jap dhe duhet t'i japi çdo njeri që shko bëj një kontroll, bëj disa analiza, shikoj një herë një otorino, mjek specialist për veshët, të shikoj një herë. Dhe pastaj nëse çdo gjë është okay nga aspekti fiziologjik, është kalojmë te aspekti emocional, te aspekti mental, te stresi, te ankthi, te energjia e akumuluar e bllokuar që ti nuk e ke lejuar që të qarkullojë kjo energji. Kështu që ka që lëm për momentin, ka shumë me shpjegime të tjera që mund të bëjnë për energjinë, të gjitha këto ju pres të premte dhe trajnimi për te limiteve, diskutova dhe dje, ne fillojmë trajnimin, seancat jam mbi ngarkuar në fakt,
Do kemi dhe ditën e 7 seanca me pjesëmarrësit, sepse ka pas një shpërthim regjistrimesh nga live-i që bëm dje. Dhe jam e lumtur në radhë të parë që e kuptua të rëndësinë e zhvillimit të vetes dhe në radhë të dytë që unë ju zgjova duke thënë shembullin tim se si u ndjeva unë gjatë asaj fundjave në një seminar që kisha shumë hapësira për ta shëruar ende veten time. Dhe kaq për momentin, pastaj për pjesën e dikush thotë kam ankth, ndihmon pjesa e ashvagandës. Unë do gënjeja nëse do thoja pi ashvaganda dhe ikën ankthi, sepse unë nuk dua të bëhem, shiko, do them të drejtën, unë nuk dua të bëhem një njeri që tjetërsoj të vërtetën time. E vërteta ime është kjo. E gabuar apo e saktë është kjo. Puna me ankthin është puna e brendshme me veten. Suplementet, ashvaganda, patjetër që luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Edi ka shumë kohë që i përdor, edhe unë kam shumë kohë që i përdor, sepse ne nga morëm një tronditje emocionale që të dy nuk është se e përballuam dhe aq mirë kur na dhanë diagnozën e autizmit të Pfizer's, nuk ishim shumë të përgatitur, edhe pse e dinim prapë kur vjen ajo autizëm, ai etiketimi, domethënë ty të rrëzon në tokë dhe nivelet e kortizolit i kemi pas shumë të larta të stresit, hormonit të stresit. Madje unë kisha në një nivel jashtë çdo logjike, domethënë e ndjeja që po më shkatroi organizmi. Dhe fillova ashvagandën. Unë e marrë te Herbalife, është kompania që bashkëpunoj sepse ofrojnë bioorganike, edhe unë bashkëpunoj me ta. Deri tani kam qenë shumë e kënaqur, si me nivelin, mënyra se si e bëjnë biznesin, janë njerëz mbi të gjitha. E shikojnë klientit si njeri ose numër, edhe them të drejtën në Shqipëri rralli shikojnë këto biznese dhe këta njerëz me integritet. Por qëndrojmë të produktit e ashvaganda më ka ndihmuar shumë për të normalizuar stresin, por për ankthin duhet bësh punën me veten. Nuk mjafton të pish, nuk besoj unë te këto zgjidhjet magjike, pilulat magjike. Pi një kokër, unë tani shërojmë se pi, e marr ashvaganda, e përziej në ujë e pi, jo, nuk funksionon ashtu. Ankthi ka një shkak shumë më të thellë, i ka rrënjës shumë thellë, i ka te përjetimet që ne kemi kaluar në jetë, ankthi ka rrënjët te ai fëmia brenda teje që ka qarë i zhgënjur dhe nuk ishte një përqafim kush ta përqafonte, domethënë kur reflektoj ndonjëherë edhe shikoj se sa herë puth vajzën e përqafoj gjatë ditës ose nipin dhe mbesën, them kur ishim të vegjël, po si ka mundsi nuk ju lind të natyrshëm që vetëm të na përqafonin, të na kapnin, të na puthnin, po si na i ndrydhnin ndjenjat në këtë lloj mënyre, por sepse atë vedije kam pas, por ja që ajo vedije ulët e njerëzve që na kanë rrit ne, ka lënë boshllëqe dhe patjetër që ankthi është një sinjal i brendshëm. Dhe nuk mjafton të pish një ashvagandë aty që të shërosh veten edhe emocionalisht apo të pastrosh veten. Jo, unë dua të jem shumë e vërtetë me ty. Vërtet unë bëj bashkëpunim, por mbi të gjitha është bashkëpunimi që unë kam me Zotin, me burimin, me krijuesin, dua të jem e vërtetë. Ankthi ka shumë elemente jashtëm, si suplementet, vitamina B2, B10, absolutisht probiotikët, të ndihmojnë përshëndetjen e zorrës, ashvaganda të ul hormonin e stresit, të balancon hormonet, gjitha këto janë shtesë. Baza është puna që ti bën me veten. Kështu që kjo është përgjigjja. Jona sa u regjistrova, Ervila shumë suksese, mirë se na u bashkove të Jona Akademi. Por gjithsesi se shikoj që po marr pyetje shtesë për ashvagandë, kontaktoni me Herbalife dhe aty ju përgjigjen është një zonjë që ka 20 vite që bën seminare, që ka 12 vite në këtë biznes, që unë bashkëpunoj tani. Unë tani e njoh 8 muaj kam, ata kanë 12 vite në treg. Edhe është një zonjë shumë e informuar, e cila beson shumë në këtë parimin që bazohemi te bimët, bazohemi te natyra, te ajo që na ka dhënë Zoti, mos të dorëzohemi me njëherë te medikamentet e antibiotikët. Kështu që kontaktoni me atë dhe ajo ju informon me shumë dashuri. Orieta thot jam regjistruar dje, shumë suksese të gjithë ju që jeni bashkuar. Dje ka pas një bum të madh të regjistrimesh dhe unë e di që nuk e kam bërë ndonjëherë këtë, por unë akoma nuk jam ul të shikoj, të hap website-in, të ulem të shikoj ku kanë shkuar regjistrimet, se kam qenë shumë e kam përjetuar një ndjesi edhe pak të çuditshme, domethënë jam e qetë. Nuk e di që e menaxhoj, e di që e përballoj sepse këtë herë kam dhe Edin që po më ndihmon jashtëzakonisht shumë.
do të thënë Edi suporton, Edi madje mund të suportoj edhe në WhatsApp studentët të pjesa e regjistrimit që po bëj regjistrime pafund te website, Edi ju shkrua në WhatsApp dhe ju thotë dëgjoj sapo regjistrove suksese sepse stafi nuk po e përballon dot më. Dhe për këtë arsye unë jam shumë e qetë sepse po merr dhe Edi nuk po i lë në pritje, por unë nuk kam hyrë akoma të shikoj ku kanë arritë regjistrimet. Edhe këtë që se kam bërë ndonjëherë me asnjë grup deri tani. Kështu që atëherë përshëndetje Jona, thot Juliana, spirulinën në çfarë forme është më mirë ta marr, plur apo tableta? Spirulinën ndër vite unë e kam provuar në 3 forma të ndryshme. E kam provuar tablet, të cilën e marr ende si tablet, po nuk jam shumë e kënaqur me tabletën, se nuk e di në çfarë procesi kalon ajo që bëhet tablet. Unë e preferoj plur të pastër. Unë e kam marr spirulinën edhe si flakes, nuk e di si ta quajnë flakes në shqip. Më ndihmo të lutem. Flakes, ajo spirulina që morëm në Vjenë që ishte flakes. Si në formë pet. E keni parasysh ndonjëherë, jo, se më erdhi një ide. E keni parasysh ndonjëherë atë arrën e kokosit që është që grihet në ato lloj forme, kështu si pet e hollë, ashtu e kam marrë dhe në ato lloj forme, por unë gjithmonë e kam hedhën smoothie spirulinën, vajzës e kam përdorur rregullisht. Spirulina është numri 1 për pjesën e metaleve të rënda. Është shumë e mirë, por merre kapsulë se do, nuk besoj me të kapsulat. Nuk dua, e dua pluhur, e hedh aty te smoothie ose e shtoj në ujun, e mua nuk më shtyp aroma që ka, mbyll syt, mbyll hundën. Çdo gjë që mua më bën mirë nuk më ndjen. Ja sot kemi bërë një video me vajin e farës së zezë, ja kemi ritual, marrim një lugë kaq, një lugë kafe çdo ditë. Sot e kemi bërë do shpërndaj video në story, ta shikoni, vajza e pi pa problem që ato djeg pak, se është vaj farës së zezë, po kush po pyet, të bën mirë. Është diçka që ka nevojë trupi. Kështu që unë nuk pyet shumë për shihen. Merre si të duash ti. Vlera thot, Jona, faleminderit për çdo informacion, jam e mira në atë çfarë bën. Vlera e vlerësoj shumë këtë koment, sidomos nga një nga studentet më të hershme të akademisë, që ke 4 vite që je këtu dhe vazhdon edhe të bësh trajnime me mua dhe pranon atë energjinë time si mentore, kështu që për mua është vlerësim shumë i madh. Jam e lumtur që ti je këtu. Përpiqem të jem e informuar në çdo aspekt. Vetë formimi im profesional më ka detyruar që të mësoj edhe pak nga kjo dhe pak nga ajo, sepse kam studiuar qenie njerëzore dhe në njerëzit i kemi të gjitha aspektet, por sfida me vajzën jo më ka detyruar, po s'më ka lënë zgjidhje tjetër që unë të studioj me detaje gjithçka që ka të bëjë me suplementet, me pastrimin e parazitëve, me pastrimin e metaleve të rënda, kështu që e them nga ty unë vlerësoj shumë. Po eso, vaj farës së zezë në epimesëll, nuk më dihet fare. Vajzës shiko, vajzës ne zakonisht se vajza ne nuk ham. Unë me Edi nuk ham që në mëngjes sepse bëjmë këtë fasting disa orë. Dhe ne pasi pim ujin me limon, atëherë e marrim vajin e farës së zezë. Ndërsa vajza ha që në mëngjes se fëmimo çohet dhe ha, pasi ha ja japim. Nuk ke mbaj mend bardha, çfarë spiruline ke marrë në Vjenë, nuk ke mbaj mend fare. Tani e marr te Herbalife të gjitha këto që kam dhe jam shumë e kënaqur, por nuk ke mbaj mend fare. As nuk e mbaj mend çfarë marke ishte. Në Amazon e marr kur. Mua më shfshir fare Vjena nga memoria. Do thënë kur shikoj një nga videot e vjetra ose të libri receptave që shikoj disa nga ingredientët e produktet, them wow, i kemi përdorur ne këto sepse harroj se këtu s'është janë të gjitha, ne? I kemi harruar ca. Tani kanë dalë edhe këtej, tani kanë dalë edhe këtej, po. Ne kemi vite që i kemi përdorur. Donika thot ku e merr vajin e farës së zezë. Shiko, vaj farë të zezë gjën në çdo biznes, në çdo dyqan, në çdo supermarket. Çështja është të marrësh një që të jetë cold pressed edhe organik i certifikuar. Unë e marr te Herbalife në Albania. Në story, kalon në story se do i bëj tag sot. Do i bëj tag se sot e morëm që në mëngjes dhe bëra një video të lezetshme. Kështu që unë e marr te Herbalife, bëjni një screenshot aty me fytyrën time dhe i thoni që erdha nga Jona. Edhe porositeni, pastaj për pyetjet shtesë ju më shkruani në privat, ju lutem pyesni aty se e thash, është një zonjë shumë e informuar që ju shpjegon me detaje. Po shikoj diçka, 2 zonja, ato 2 gra që janë shoqe, bëjnë muhabet, 2 burra, këto 2 zotëri që janë shok. Edhe nuk e di,
Domethënë, do vi koha që do jemi dhe ne kështu përballë shoku, ose ti mendoj shoku, mendoj shoqi që do rrim një orë të shohim njëri tjetrin sy të flasim, mos e bëj dot më. Ë? Unë vet ai lezeti i gjës. Apo si jam normale, ka dikush si e normale. Nuk jam, e. Po nuk e dim çfarë do bëjmë, s'ke unë ndoshta më ndonjë. Anila thot transmeton kaq shumë energji nxitse pozitive të përqafoj. Anila shumë dashuri për ty. Është dikush që thotë kam është një fakon, janë nga dorë si kam frikë dhe thot në familje dhe në punë, të ndjekim shumë dashuri. Të futet për të limite Nuk e shikoj atë koment që lexove ti. Po e gjeta, përshëndetje Fati, e gjeta, jam nga Durrësi, kam frikë dhe ankth në familje dhe në punë, të ndjek më shumë dashuri. Nëse ka mundësi, po shumica nuk e kanë mundësinë ekonomike që ta bëjnë trajnimin, çfarë ti them unë bëje? Ti them lexo librin, ajo mund ta ketë lexuar. YouTube-in aty e ka, ajo mund të ketë ndjekur. Po shumë njerëz nuk ja dalin dot vetëm. Më duan çdo ditë si ai fëmijë i vogël që jep nga një lug ushqim, më duan çdo ditë i them forca derisa të dali. Se nuk i kanë kaluar gjithë një lloj traumat. Nuk e kanë pas jetën një lloj të gjithë, nuk i ka rrethanat një lloj të gjithë. Vërtet ankthi përjetojt një lloj, por ma besoj që rruga për t'ia dalë ankthit, po prandaj është trajnimi dhe jam unë këtu për ditë. Sa një ditë pune në Europë është, e di. Domethënë është e pa justifikueshëm çmimi që do paguaj, e di. Dhe unë e kuptoj nga se lind kjo dëshira jote për të ndihmuar njerëzit ose sepse ti vetë bën trajnime dhe s'ka kurse dorë për të investuar te vetja, por është në Durrës. Është në Durrës, sa i ke rrogat e Shqipërisë. Prandaj unë bëj këtë punën e YouTube-it që t'i ndihmoj. Për këtë e bëj, ja. Që s'ju del rrogas për ushqim në fund të muajit për fëmijët. Unë 90% e bëj falas me gjithë shpirt, vetëm 10% është me pagesë. Rida thot sugjeroj trajnimin Jona, sepse Rida ka bërë trajnimin dhe Rida është tjetër njeri. Rida aty të presë trajnimi tjetër, se keme shumë ulje. Pres aty, kur të duash, e kemi diskutuar bashkë. Nuk mbaro me kaq. Kështu që dikush thotë sugjeroj trajnimin e dini vetë, çfarë të sugjeroj? Nuk mund të them çdo njeri që thotë kam akt, bëj trajnimin me mua, bëje trajnimin, ngelet pastaj vetëm dhe haj bëj trajnimin. Jo, e dini vetë, njeriu që do ta ndihmoj veten kërkon, ja, Kimeta thot sa kushton trajnimi, domethënë hajt marrim një kafe, këtu bëj muhabet. 5 lek, 5 euro. Sot do gatuaj gjell me presh me patate. Qa muhabet e bëni, mërë? Mos e ulni aty. Unë kam një orë këtu, jam çuar në gjesë, kam përgatitur studimet më të fundit shkencorit, ndaj falas në live. Ti më thua sa kushton trajnimi. Më Kimete tani që ja fute kot, fare me top. Pak më logjik, futu aty staf, janë 2 vajza që të presin aty. Ke edit nga ana tjetër sa të regjistrosh me një herë të fut në sistem, thot e dashur suksesi andej këtej. Janë 3 njerëz në dispozicionin tënd. Ti më thua mua këtu sa kushton. Kimete unë e di që ti s'regjistrohesh kur, ti ndoshta të regjistrohesh, welcome me krah hapur. Po janë këta njerëz që kot muhabet në Instagramin. Rrezik Kimete ka harruar fare që ka pyetur. Çfarë them, e di që ke respekt për mua, se ke vite që më ndjek, edhe të dërgoj shumë dashuri, po janë ca pyetje pa pikë logjike. Futu aty të stafi, thot. Luli thot, kur erdha nga Greqia, thot, me atak paniku gjeta gjëja psikologu më të mirë, pagova çdo seancë dhe asgjë vetëm puna me veten, ajo është super. E di për këtë e ke fjalën. E di se më kanë ardhur 6 studentë deri tani te trajnimi i ankthit që kanë qenë te personi në fjalë dhe më i mirë. E di shumë mirë. Madje një herë ju tha hik se ti s'bëhesh më, i tha një vajzë dhe kishte ardhur te unë. Po, i kishte thënë hik se ti s'bëhesh më. Dhe ajo erdhi te unë, vetëm dridhej në seancë. Kimete, faleminderit që interesohesh. Jana ka marrë shumë mësime nga ty në trajnim dhe gati ja kam dalë, nuk ndalem asnjëherë të dua, thot. Dërgoj shumë dashuri, më kujtohesh. Po, Arieta thot mund të na tregosh në një këshill në një mënyrë se si të menaxhojmë
mungesën e ciklit, pasi nga ana mjekësore janë gjitha okay, mund të lidhet me stres, po lidhet me qendrën e parë dhe të dytë të energjisë më së shumti, edhe me lirimin e energjisë së bllokuar të pjesa e ijeve, me pastrimin e shenjave që ka lënë traumat të dy, lëshoj atë sigurinë dhe kontrollin që do të kesh në jetë dhe mundohet të jesh më e lirshme, ka të bëjë më shumë që të futet sistemi nervor, të aktivizohet gjendja parasimpatike dhe të jetë më shumë në gjendjen e krijimit dhe të dalësh nga sistemi nervor simpatik që ka të bëjë me gjendjen e mbijetesës, aktivizimin e rit vagus, janë pafund këshillat që mund të të japë, por që në raste të tilla futu te trajnimi. Trajnimi ofrohet nga një mentore që ju se njihni. Ajo mentore është një yll, sepse është e drejtë për drejtë, sepse ka shumë eksperjenca dhe certifikime dhe ka ndihmuar qindra mira shqiptar, quhet Fatjona Cici. Do të ndryshosh jetën, bëj trajnimin me të. Po, në Amazon mund të gjesh librin, Fabi, faleminderit që interesohesh, librin Transformoj jetën tënde është libri i parë në Amazon, të tjerat mund t'i porositosh në WhatsApp të stafit. Resa thot faleminderit se më ke ndihmuar shumë thot në YouTube, faleminderit për vlerësimin. Vlera i thot, shiko, më tha një zonjë që më ke ndihmuar shumë edhe dua shumë të trajnimi, Vlera i shkruan i thot, po më dëgjon zemër? Vlera i shkruan dhe i thot, të thash i thot që s'do bie gabim nëse regjistrohesh, edhe më thënë ky është vlerësimi më i madh që studentët sugjeroj familjarët e tyre dhe të njohurit e tyre. Jam shumë mirënjohëse për ju. Dhe ky është vlerësimi më i madh, është e kot të postoj unë vlerësimet e njerëzve, videot që më dërgoj është e kot. Ky është vlerësimi më i madh. Domethënë ti e mbaron vetë dhe aq e lumtur je, sa thua shiko dua të sjell edhe një familjar tim këtu. Jam shumë mirënjohëse për ju. Si t'ja bëj të shkullit dhe mballën kam fobi. Tani fobia është çështje tjetër, duhet për fobin ka shumë hipnoza të fuqishme, efektive. Fobia është punë e vazhdueshme me veten. Unë vetë kam shëruar një nga fobitë e mia, 50%, se 50% ngele ta shëroj deri në fund jetës, po e shërova dot. Kështu që këtu jemi, kemi kohë ta diskutojmë. Përshëndetje çifti më shembullor që kemi takuar, Edi, urime për punën e re, ke tërhequr njerëz të rinj aty thot Lira. Punë e re, o Lira, po ja the punë të më kërkoj rrogë, Edi. Mos, miku rroga e tjetër, është tu edhe një rrogë te akademia për të paguar. Rrogë, sigurime, ka puna. O zemër, do rrogë ti për suportin që jep studentëve? Jo. Jo? Po mirë, po nuk mjafton kështu sepse energjia është jep merr, si do ta shpërblej unë ty? E gjejmë një mënyrë thot. Ne do ikim tani. Do ju lutesh atë diçka se shumë e rëndësishme se më tha stafi që duhet ta përmendja këtu edhe e di që doni shumë të regjistroni të trajnimet, e di që i dërgoni mesazhet e prisin përgjigje në moment, po është e pamundur. Unë vetë kam parë me sytë e mi që ajo jeshili, ato mesazhet me jeshil të WhatsApp-i nuk mbarojnë, kështu që do jetë e pamundur që të merrni përgjigje në moment. Thjesht çdo njeri që shkruan te numri i WhatsApp-it patjetër që do marrë përgjigje, por ndoshta mbas një ore, mbas gjysore, mbas 10 minuta, sa të lirohen dhe sa të kenë mundësi të përgjigjen vajzat. Kjo e para. E dyta, ju studentët, momentin që regjistroheni, pastaj do kontaktoj Edi me ju, do merret me pjesën e regjistrimit të website-i, që të ndiheni sa më të mirë se ardhur te akademia dhe pastaj kur do merreni me drejt për drejt me mentorin, pastaj jeni në duart e mia. Aty do punojmë bashkë 4 javë. Ju dua shumë. Ju dërgoj shumë dashuri, jam shumë e lumtur edhe shumë mirënjohëse që ju jeni këtu. Edhe që keni mundësi të ndryshoni jetën tuaj, edhe mbi të gjitha dhe ju në live, e di që ndoshta nuk e keni mundësi financiare, apo ndoshta nuk e keni bind vete që duhet të investoni, sepse në 2025 në të thuash nuk e ka mundësin, e gjën njeriu mundësin, ndoshta nuk e keni mbush mendjen vetes që duhet të investoni. Prap jam e lumtur që ka mundësi t'ju ndihmoj këtu live. Por trajnimi është tjetër gjë. Ata që e kanë bërë, ja i shikoni këtu te komentet. Dhe ky është vlerësimi më i madh që mua mund të më bëhet. Floreta, faleminderit edhe ti, shumë dashuri, përqafoj fëmijët. Faleminderit thot Melinda, faleminderit për kohën për çdo gjë. Atëherë, Jenny, kaloni privat sepse kam një ftesë të bukur për ty.
Për herë të parë të ky trajnim për te limiteve do jetë më shumë si seminar, diçka shumë e madhe, hapja, seanca e parë hapse, dhe kemi të ftuar special. Njerëz që do i çojnë zemrën pezu. Kështu që këtë herë është diçka ndryshe shumë e madhe, mezi po pres të fillon dhe jo vetëm trajnimi për te limiteve, po dhe trajnimi për të menaxhuar anktin. Do shihemi nesër? Patjetër që do shihemi. Shumë dashuri për të gjithë. Dëgjohemi në vazhdim.